Përshëndetje dhe mirë se vini në kanalin Horoskopi Nesër. Këtu është horoskopi për ju nga e hënë 10 nëntor 2025. Dashi. Nëse ka një situatë të rëndësishme për t'u përballur në punë, mos u tërhiqni. Kini kujdes me paratë, kjo ditë sjell disa pazarështesë. Demi. Kjo ditë arrin t'ju jap atë ngarkesë qetësie të nevojshme për të qenë në gjendje të jetoni të gjitha situatat me më shumë vendosmëri dhe ekuilibër. Binjakët. Në dashuri, dikush do të vërë në dyshim gjithçka, të tjerët do t'i japin vetes aventura duke jetuar ato ditë për ditë, pa hipotekuar të ardhmen. Shkoni sipas mënyrës tuaj, por marrëdhëniet familjare mund të ndikohen gjithashtu. Gaforja. Disa tensione u ngritën për çështjet e parave ose kontratat që do të rinovoheshin. Çështjet ligjore për të rregulluar, kontakte me ekspert, noter. Luani. Nëse jeni të pakënaqur, mos e hiqni nga ata që janë afër jush dhe mos prisni shumë nga vetja juaj. Në përgjithësi, çifte që e duan njëri tjetrin për një kohë të gjatë duhet të shmangin nxitjen e polemikave gjatë ditës. Virgjëresha. Një mik ju ndihmon me informacion të dobishëm për të kapërcyer pasiguritë në punë. Kuptimi në dashuri rritet, është koha për sqarim, por mos mendoni për të kaluarën. Peshorja. Do të merrni shumë momente me fat si dhurata, veçanërisht në mbrëmje. Shpresoj të keni diçka konkrete në tubacion që do t'ju ndihmojë të ndiheni në lëvizje. Akrepi. Lodhja dhe problemet që lidhen me gjendjen e trupit. Mosmarrëveshjet ose çështjet profesionale mund t'ju largojnë nga detyrimet tuaja të dashurisë. Shigjetari. Në familje, disa keqkuptime janë normale, kini kujdes nga ata që duan të përpiqen t'ju bëjnë të bëni gjëra kundër vullnetit tuaj. Ju humbni shumë kohë në ngatëresa dhe vonesa të paplanifikuara, jini të durueshëm. Britsjapi. Mundohuni të caktoni takime me njerëz që kanë rëndësi. Për dashurinë, momentet e lumturisë gjatë ditës, lajmet që vinë. Ujori. Tensionet në biznes dhe situatat e parave. Në dashuri jeni në mëshirën e ngjarjeve, emocioneve. Peshqit. Këshilla në dashuri është të merreni menjëherë me punë për të zëvendësuar ata që nuk ju meritojnë ose për të filluar një projekt të rëndësishëm me ata që ju duan vërtet. Regjistrohuni në kanalin dhe aktivizoni njoftimet për të marrë horoskopin tuaj çdo ditë. Shihemi nesër.